Vërtet I meritojnë këto duartrokitje të zjarta. Faleminderit shumë për duartrokitjet. I meritojnë vajzat tona. Mirë se erdhët mirë se erdhët të nderuar teleshikues dhe juve të nderuar telespektator dhe ju spektator këtu në studion time. Mirë se erdhët në Vulevu. Më pëlqen entuziazmi juaj, duaj që ta mbajmë gjallë të entuziazëm, duaj që të ketë fishkëllima, ulërima, biles që në krye të herës, unë kam një kërkesë për ju. Duaj që, me që I ftuari që do të ftoj tashti, është pak I agjituar, duaj që sa herë të flas I ftuari, juve të duartrokisni fort, okej? Jemi dakord? Jemi dakord? Okej, atere. Le ta ftojmë pra me një duartrokitje të zjartë, profesor Angelin. Mirë se erdhe, profesor. Mirë se u gjeta, nuk ka nevojë të më bësh asnjë pyetje, sot do të flas për një libër. Profesor, pra për libra do flasim ne. Kudo? Tash lutem shumë, profesor, flasim vetëm për libra. Jeni I dashuruar mas këtyre librave, profesor. Jeni shumë fetish, profesor. Kudo? Ore, ja ti kuptimin këtyre fjalëve ti apo janë mbyt kështu për të mbushur emisionin? Ç'rëndësi ka kjo, profesor? Se mos ka rëndësi. Ç'rëndësi ka? Unë, profesor, them që sot le ta lëm më njanë librin, profesor, dhe le të flasim për diçka tjetër. Unë them të bëjmë një bisedë ligët, profesor. Lajt, ligët sot. Ç'rëndësi ka kjo? Unë them, profesor, që sot të flasim për atmosferën e fundfestave të vitit, profesor. Për të shoqëruar bisedën, profesor, këtu në studio, si që shikon dhe ti, që të krijojmë pak atmosferë, unë kam marrë dhe kam mbushur 2 gota me verë, është verë pak rozeto, është vera Marsala Buti. Po. Pi dhe ti, profesor. Po nuk pi. Lutem shumë, profesor, pi një gotë. Jo, ma vjen keq, ma ka ndaluar doktori. Po mos u llastoni kështu, profesor. Një pik ju thash, pini një pik edhe juve. Po jo, ka aciditet. Po jo, profesor, s'ka aciditet, kjo është verë. Vera Marsala Buti është verë shumë e mirë. Po fal, po. Është një verë, profesor, e cila nuk ka shumë alkohol, profesor. Po sa alkohol ka? Ka vetëm 97% alkohol, profesor. Është verë shumë e mirë. Djalë, po. Lutem, profesor, nuk e pi. Nuk e pi. Të lutem, profesor. Pse? Të lutem, profesor, se po nuk e pive këtë verë, do më mbyllin emisioni, profesor. Mos të bëj ta pi. Po çfarë bën kështu, profesor? Çfarë bën? Po nuk funksionon kështu, profesor, nuk funksionon kështu. Ti duhet ta marrësh gotën e verës, duhet ta mbash pak në dorë, profesor, duhet ta drejtosh nga kamera dhe duhet thuash Marsala Buti. Po pse s'më the mor djalë, po pse s'më thua mor djalë? Pra, profesor, po çfarë bën kështu, profesor? Marsala Buti. Profesor, nuk po më kupton. Nuk funksionoi kështu mesazhet promocionale, profesor. Po më thuaj mor djalë, po më merren në mend, po më merren. Profesor. Ore që ke veshur me të kuqe ti tash po të shohun ti. Sigurisht jam veshur me të kuqe, ashtu si që është edhe ngjyra e praruar e kësaj vere. Marsala Buti. Profesor. Po, më thuaj. Profesor, duhet që ta marrësh gotën, po të edhe pak se rave, m'duket se si e mirë, profesor, duhet ta marrësh gotën në dorë, ti marrësh erë, të thuash, Marsala Buti, dhe pasaj ta pish. Po, kort. Gotën, profesor, gotën, profesor. Qa ka, profesor? Marsala Buti. Pra, Ore. Po, profesor? Po si pak e thartë kjo. Profesor, vera nuk është... Profesor, vera Marsala Buti ka dalë, është prodhuar nga vreshtat me rrush të ëmbël të Lundrës. Ku ka vreshta në Lundër, por je në Terezita? Profesor! Po!
Profesor, të lutem, mos ma prish mesazhin promocional, profesor. Të lutem shumë. Po. Ashtu. Atëre, profesor, le ta diversifikojmë pak bisedën, profesor. Le të flasim, po thoshim, për atmosferën e fund festave të vitit, profesor. Ndërkohë që flasim, profesor, mbaj një salcice në dorë, profesor. Profesor? Salcice Marsala Buti. Profesor, mi përzjedhe produktet, profesor. Po, më thej, më mbaj salcice Marsala Buti. Profesor. Po. Këto janë salcice pule pa mish pule. Po, salcice pule pa mish pule Marsala Buti. Ha, mordial, Profesor, nuk funksionon kështu, profesor. Kjo është salcice pule pa mish pule, kjo është më gëtrove, kjo është vera Marsala Buti. Po, dhe salcice Marsala Buti. Profesor, atëre, të lutem shumë, profesor. Çfarë të bëjmë me këtë untësh? Të lutem, profesor. Profesor, le ta marrim shtruar, profesor. Ndërkohë që mban në dorë salcicën, mund edhe ta provosh pak, profesor. Jo, kamerat. Jo, profesor, është shumë e mirë, profesor. Po, jam kaluar të një mik këtu si për. Jo, ke shumë gabi, profesor. Salcice pule pa mish pule, salcice pule që s'ka mish pule, profesor. Është salcice shumë e mirë, ja. Ta provojmë. Atëre, po. Shumë e mirë, profesor. Edhe për këto do të bëjmë. Patjetër. Ore, të flasim për do një gjë serioze tash, apo do bëjmë një muhabet vaj me det. Qoftë se jeni interesuar për vaj, atëre ju sugjeroj dhe juve, është vaj extra vergine Marsala Buti. Profesor, shtyje me pak verë. Po, rrash, vera Marsala Buti. Shumë mirë, bëj pak pushim, profesor, pra vaj extra vergine që do të vi drejtë në tryezat tuaja nga Kuala Lumpur. Ndërkohë, profesor, le ta vazhdojmë bisedën. Po, më thuaj. Ha pak salcice ndërkohë, profesor. Profesor, desha të di, juve... Salcice pule pa mish pule. Profesor, juve ku do ta kaloni natën e vitit të ri? Po, natën e vitit të ri do ta kaloj në shtëpi deri në 12 më të shtëpisë, pastaj do fle. Mund të pi dhe një verë Marsala Buti. Faleminderit, profesor. Dhe që të flini sa më i sigurt. Mjafton të blini bataniet me kuadrata Marsala Buti. Apo jo? Profesor, po thoja bataniet me kuadrata nga firma Fjete o Bir. Kjo është firma, profesor. Lutem mos angatrojmë. Gjumë të ëmbël. Ashtu, gjumë të ëmbël. Atëherë, profesor, nuk e di, a ndjeni më mirë në këtë emision që flet për fundfestat e vitit, profesor? Unë s'ku po më përzihet, mori. Me thënë drejtën, profesor, dhe unë nuk jam shumë mirë. Kjo fal verës Marsala Buti, profesor, por në qoftë se nuk ndjeni mirë, qoftë se nuk jeni të përgatitur, qoftë se nuk dini ku t'i kaloni Krishtlindjet, atëherë, profesor, ju sugjeroj juve, si buxhetor që jeni, profesor, që vetëm me $777 për person, juve mund t'i kaloni Krishtlindjet në banjat e bënjës, profesor. Ora, unë s'kam paratë vete në banjon time të vete banjat e bënjës tash. Jo, po në banjon Marsala Buti. Profesor! Po më vjen keq mordial. Profesor, me qëra fjalla tek banja, kemi një banjë shumë të mirë këtu, nuk e di... Ma falë, se të shtë bëj një gjë. Po, profesor. S'keni një facolet. Facolet? Qoftë se bëhet fjalla për facoleta dhe letra higjienike, facoleta luledele. Është një facolet e cila ju jep një ndjesi morbido. Me thënë drejtën, profesor, nga kjo facolet mua ka ngelur vetëm kjo. Nëma, du të t'i në banjë, të lutem shumë, nëma, më përzihet. Ta hedhim, një minut, profesor, Marsala Buti. Ush më gjete me të butek. Qift. Qift. Tek. Jo, profesor, një minut. Marsala Buti. Këto pra ishin super dhuratat, super ofertat, poshtë pemës vitit të ri, edhe ndërkohë unë do doja që t'ju uroj të gjithë festa sa më të gëzuara dhe bashkë do të shihemi javës tjetër. Faleminderit, mirupafshim. Marsala Buti.